Në datën 7 qershor 2025, ora 20:45, Arena Kombëtare do të jetë skena një ndeshjeje me peshë të veçantë për kombëtaren shqiptare, që përballet me Serbinë në kualifikueset e botrorit të vitit 2026. Përtej sfidës sportive, kjo përballje mbart edhe dimensione historike dhe politike, që kanë ngjallur emocion dhe tension mes tifozëve dhe opinionit publik. Për këtë arsye, autoritetet shqiptare kanë mobilizuar masa të jashtëzakonshme sigurie për të garantuar një mbrëmje sportive të qetë dhe pa incidente, për të parandaluar çdo incident dhe për të siguruar një ambient të sigurt për tifozët dhe lojtarët. Organizimi i kësaj ndeshjeje ka nisur kohë më parë. Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me shërbimet e sigurisë së shtetit, policinë dhe agjencitë të tjera po implementojnë masa të avancuara sigurie në stadium. Nga burimet të sigurta për Panorama Sport, mësohet se në stadiumin Arena Kombëtare po instalohen sisteme moderne sigurie që përfshin kamera me njohje fytyre, face recognition, dhe kamera të lëvizshme shtesë, që do të monitorojnë çdo lëvizje në tribuna dhe rreth stadiumit në kohë reale. Kjo teknologji do të ndihmojë në identifikimin e menjëhershëm të personave potencialisht problematik. Policia ka përgatitur një plan të detajuar kontrolli që përfshin verifikimin e imtësishëm të biletave dhe dokumenteve të identifikimit të çdo personi që hyn në stadium. Biletat duhet të jenë me emrin dhe mbiemrin e mbajtësit, duke parandaluar kështu trafikun dhe abuzimin me to. Tifozët nuk do të lejohen të hyjnë me çadra shiu, shishe, çanta më të mëdha se A4, objekte metalike apo çdo gjë tjetër që mund të shkaktojë rrezik. Kontrolli trupor do të jetë i hollësishëm dhe i detajuar. Për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm, të gjitha rrugët që çojnë drejt stadiumit do të jenë bllokuara plotësisht, ndërsa zona përreth do të mbrohet me pajisje antidron për të shmangur mundësinë e ndonjë ndërhyrje të jashtme. Gjithashtu, gazeta mëson se në stadium do të ketë prezencë të lartë të forcave të policisë dhe njësive antiterror. Shqipëri-Serbi më 7 qershor 2025 do të jetë një ngjarje e jashtëzakonshme, jo vetëm për shkak të rivalitetit në fushë, por edhe për shkak të sfidave të sigurisë që ajo sjell.